Ndryshe. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ndryshe. Mirë se vini në një ditë të nxehtë të vapshme në Tiranë. Mos e pyet. Por që ne do ju sjellim freski, ne do ju sjellim simpati. Ne kemi ftuar një këngëtare që e duam, po mos sa herë këndon themi, po ç'është kjo? Mos e thuaj emrin lutem. Po ç'është kjo? E duan të gjithë, unë nuk di një njerëz të thotë që nuk më pëlqen ose se si mua, një soi ke parë të për mua gjithë më duan. Të gjithë të duan, po, edhe për mua, kështu si ka mundësi të jemi mbledh tre. Zonja dhe zotrimes nesh është Casey Tola. Përshëndetje Si jemi Casey? Mirë, Po si mirë nuk me ju. ndryshove? Po pra, jemi dhe 15 vjet që çove vetëm kështu. Po që ka drejt Salsano. Ku ke qenë në 2009-ën, ke qenë në Eurovision, po. Në 2009-ën. Në 2009-ën. 16 vjet ka. Po, në 2008-ën kam qenë në Ethet, kam fituar Ethet. Ethet. Sa vjeç ke qenë në 2009-ën? Në 2009-ën sa vjeç kam qenë me 17. Sa 16 ka fituar Ethet në Top Channel, në edicionin Top Channel. Pastaj një vit më vonë fiton festivalin. Shkon në Eurovision, atje në vendin e 17. Yes. Por që ishte shumë e bukur kënga jote. Do flasim ne për Eurovisionin se ke një test të vështirë për të kaluar, por je këtu për një arsye madhore, sepse Casey Tola ka publikuar para pak ditësh albumin e saj. Edhe për këtë, domethënë edhe për këtë, sepse ka dhe gjë tjetër për të thënë Casey. Se kjo është nga ato që nuk jemi ndryshe, jo. Po pra po, nuk flet shumë kjo vajzë, edhe e vëre që nuk e shef as vërdallas. Sot kam vendosur të ndryshoj. Sot kemi vendosur të ndryshojmë ty neve. Ama këndon shumë bukur. Unë isha para pak ditësh në promovimin e albumit të Casey Tola, të cila e kisha organizuar. Okej, në një nga vendet më in të Tiranës, po kështu në perëndim, në një terrac, që erdhi çik me vonesë, duhet thënë, erdhi çik i orë gjysmë me vonesë. Ne ishim aty. Ashtu ë? Erdhi çik me vonesë. Një orë gjysmë. Oh my god. Një orë gjysmë. Pastaj këndoi këngën e parë dhe u tha ka ndonjë pyetje nga gazetari, thashun Casey live. Po si mund të jem ndryshe më Elona përveç se live. Po pse ti mendon që është këngëtare kështu që këndon me po prandaj pra e bëra atë pyetje që s'kishte kutrin të parë. Gjithsesi ne do kemi intervistë ekskluzive sot shumë të mirë. Do flasim edhe për këtë albumin tënd të ri që sapo doli, por s'ka pak sekonda që ka dalë kënga jote, një nga këngët. Frym, po. Frym. Sapo në orën 6. Kjo është kënga që do t'i më shumë nga albumi jot apo? Mendoj që po nuk do doja që ta thoja kështu, po kjo ka qenë mesazhi i saj është shumë i bukur, edhe mua më pëlqen shumë se më kthen pas në fëmijëri, në shtëpinë e vjetër, më kthen në familje, e gjithë dhe përveç melodis, po edhe teksti është shumë i rëndësishëm, kështu që prandaj ndoshta është pak më afër zemrës time. E jote është që ke lindur edhe drejt. Po, kjo është në përgjithësi si ide e fabulës. Po mirë, ti këtë herë vjen me bashkëpunëtor të rinj. Se erën e fundit që kemi patur në studio i kaloi kufin shqiptar Casey, kish punuar me në Londër. Në Amerikë, në Londër, kënga quhej Barcelonë. Kishte ca gjëra të bukura aty. Europë. Ndërsa tani më duket se në Kosovë se ti kur prezantove albumin tënd. Këngët janë bërë në Kosovë dhe patjetër dua që të falenderoj shumë Fation Miftaraj, një mik i vjetër i imi, po që asnjëherë nuk mundëm dot më përpara të bënim një bashkëpunim, edhe jam shumë e lumtur që arritëm të bënim 5 këngë dhe jo vetëm 1. Lira Blakaj ka qenë më së shumti tekstuese e të gjithë albumit, edhe Arjan Lekaj ka shkruar edhe disa melodi e tekste, edhe Elsa Raqi ka shkruar një prej këngëve. Unë duroj shumë në suksese në këtë projekt të ri, po pyetja që bëjnë të gjithë është Dgjoj se këto janë trucizm të emrat. Patjetër, prandaj thash suksese edhe përgëzime. Sepse do e shohim në YouTube të thonë sa mirë që se në një kohë kur këngëtarët gjithnjë më tepër po vinë me albume. Me thënë, ne kemi patur shumë të ftuar në studio Salsano që i pyesin do bëni me album, po jo më ç'një album, na duhet një hit vere, na duhet një bashkë e kupton, një këngë që të jetë prezantuesja e këtyre javëve të verës. Ti vjen me një album ndryshe nga të tjerët. Në fakt, ndoshta është arsyeja është sepse edhe pak mungesa ime në muzikë për arsye të ndryshme, po jo vetëm. Mendoj që kur janë disa këngë, sikur të japin një lloj pushi tjetër edhe në publik, edhe tek njerëzit, edhe mendoj që patjetër që një nga arsyet kryesore është që edhe unë vetë ndjej mungesën që kam pasur në muzikë, me
me këngët e mia. Patjetër njerëzit më duan shumë edhe i falenderoj shumë të gjithë për krahjen, mbështetjen, fjalët e bukura të mira, po e di që dhe unë duhet të bëj pak më tepër muzikë, po duke qenë që jam pak piki, jam pak njeri që e dua shumë perfekten, edhe kjo është arsyeja që pse zgjedh të mos bëj shumë, po të bëj pak edhe ti bëj ashtu siç unë i dua. Është me këtë stilin që një herë në ca ditë del një këngë apo po, kishim shumë në dilemë në fakt nëse duhet të dilnin të gjitha bashkë apo të dilnin dal nga dal, po zgjodha që secila prej tyre të marri atë vëmendjen e vet. Po të paktën për fillim po. Edhe do dalin të gjitha maksimumi deri në fund të muajit qershor, brenda këtij muaji, po që nga një këngë në javë, 4 ditë, 5 ditë, diçka e tillë. E di çfarë ti japim vëmendjen e duhur këngës Frym, e cila është ekskluzivitet, transmetohet premier në programin ton, edhe kthehemi pas orës 6 të çerek ku janë reklama. Që ne ju duam shumë dhe ju që po na ndiqni këto momente. Po diskutohet. Sidomos ata që janë nëpër taksi. Kam dhe histori të bukur, do ta them pasi të dëgjojmë Frym. Komë pushime në Itali se bëhet bukur. Do flasim pasaj edhe për bashkëpunimin e Casey Tolës me një kompani e cila gjithashtu ka në menaxhim artistë të mëdhenj italian, por për momentin ndalemi tek Flor Pharma, që larg qoftë nëse ju këto kohë keni dhimbje koke apo dhimbje të tjera apo temperaturë, unë do t'ju sugjeroja të zgjidhni Damadol, është ibuprofeni stick pack që vepron shpejt kundër dhimbjes, nuk ka nevojë për ujë, efektiv për shumë lloje dhimbjesh, i lehtë për të mbajtur me vete dhe është një nga zgjedhjet më inovative, më të mira dhe më të shpejta në veprim. Nga ana tjetër, vajzat të më dëgjojnë mirë se flas për Melagin Vulvar Gel, është një gel intim i cili qetëson, mbron dhe hidraton zonën intime duke parandaluar irritimet dhe thatësinë. Me veprim antibakterial dhe antifugal ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit natyral të lëkurës. Është ideal për përdorim të përditshëm, sidomos pas depilimit apo gjatë menstruacioneve ose në periudha me ndjeshmëri të shtuar. Melagin Larës intim gjithashtu i but dhe efektiv për higjienën intime të përditshme. Formula e tij e veçantë me acid laktik dhe ekstrakte bimore ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit natyror të florës vaginale dhe ofron një ndjesi freskie dhe pastërtie gjatë gjithë ditës. Fiksojeni Melagyn Larës dhe Melagyn Vulvar Gel nga Flor Pharma. Nuk e di pse unë e dëgjoj më kaq vëmendje. Po në fakt, shiko, po sidomos ne goca tani që hym piscina, dalim det, futum piscinë, dim nga piscina, duhet jemi shumë kujdesë për zonat tona intime dhe Melagyn në Flor Pharma na vjen në ndihmë. Shumë faleminderit Elona për këtë. Yes. Kthehemi te Casey Tola, e cila gjatë publicitetit po na thoshte që video është xhiruar në Toskana dhe jo vetëm kjo, por të gjithë videot e albumit. Si i gjete, ku i gjete, si gjetën? Në fakt kjo është edhe është kompania me cilën kam bashkëpunuar edhe për këngën What You Want, që ne kemi promovuar në albumin tim, EP-n time të parë që ishte në anglisht. Ajo kishte vetëm një video dhe atë video ne e xhiruam me Borotalco. I kam gjetur thjesht më pëlqenin shumë videot e tyre, i kontaktova në emailin e tyre zyrtar dhe thjesht patëm një komunikim, ata pranuan që të shtrenjtë ata shumë. Mendoj që i pagova aq sa mund të paguhet edhe një kompani në Shqipëri, një kompani në Shqipëri. Kush është më shtrenjtë, anglezët apo këta italianët? Po anglezët janë komplet gjë tjetër, se bënin këngë, këta bëjnë video, domethënë nuk e ndan. Kush janë më të mirë si çuna kështu si? Ma italianët janë. Ma scusa. Besoj janë shtrin tok për të gjithë ato italianët. Ata vdesin për çik, me një Fiorentina. Vdesin për Al sangue. Edhe verë të kuqe. Pastaj ti ke qenë ke vendi ande nga Toskana që është nëse pyet sa u ktheva. Ai ke me vërtet. Case dihet që emisioni ynë s'ka lidhje me emisionet e tjera në radio, kështu që ne do fillojmë. Për shembull, pyetja e parë që Salsano ka përgatitur për ty është: nuk pëlqen fama që je shumë e kujdesshme në marketing për veten? Do më thënë, e kam në sensin që je shumë modeste. Nëse do ta them kështu, sepse unë e njoh edhe personalisht, se më thënë kemi qenë me familjet rastësisht një herë në plazhin. Sa bukur. Po thuaj se rastizemi gjithmonë. Dhe kjo është një, ku diun ç'të them, një mrekulli domethënë që nuk i ndihet zëri gojës, nuk është nga ato që ri gjithkohës. Si mos i ndihet zëri gojës? Kur këndon po, vetëm kur në kuptimin është shumë simple thing ato. Edhe nuk i pëlqen kjo gjë, është shumë modeste, domethënë. Ti nuk të pëlqen kjo
gjëja apo thjesht nuk e bën dot? Shiko, në momentin që kam dalë në skenë që për herë të parë, patjetër që fama më ka pëlqyer, po s'kam qenë e përgatitur. Pastaj me kalimin e kohës, fillon fama bëhet edhe më tepër, njerëzit të pëlqejnë, fillon dhe ty të pëlqen që je i famshëm, aty fillon mësohesh me këtë. Po unë në fakt realisht nuk e kam ndier ndonjëherë dhe nuk e kam kuptuar atë idenë që realisht nuk e kuptoja që njerëzit më shihnin, njerëzit unë isha në qendër të vëmendjes, njerëzit më njihnin ose edhe shumë e vogël kur e ke ndoshta kam qenë dhe shumë e vogël. Po tash që u rritet. Dhe ndoshta edhe fryma që un jam rritur nuk është e ka qenë e tillë që patjetër un jam rritur me idenë që gjërat duhen bërë të mira, të shëndetshme dhe jo të bëhen për të fryrë më tepër se ç'duhet. Edhe fama mendoj që është një nga këto gjëra, fama kur e kërkon me shumë ngulm edhe që do patjetër të jesh. Mendoj që fama është edhe ajo më e shëndetshme dhe më e mira, është ajo që merret natyrshëm nga puna që un kam zgjedhur të bëj edhe kështu. Dhe nuk është fare në karakterin tim që të mundohem ta kërkoj famën me gulm. Për shembull janë një pjesë artistësh që nuk e di, ke ti Elona këtë mendim që duan që të jenë të pëlqyer për gjithë shtresat. Për show më shumë. Ndërkohë ta marrin vesh gjithë një gjë. Jo cilësisht, po ti s'e ke problem të që ta pëlqejnë gjithë këndën tënde. Po. Apo do ata që ta pëlqejnë, unë e kam profesionale, se pëlqyen shumica, le mos ta pëlqejnë. Ke këtë problem ti apo? Unë e bëj muzikën patjetër që sa më shumë njerëz ta pëlqejnë dhe të gjejnë veten e tyre. Edhe ky është patjetër qëllimi të gjithëve ne në të gjitha punët që bëjmë. Duam që pothuajse do ishte shumë mirë që të gjithë të na pëlqenin. Po nuk kam problem fare as me faktin që disa mund të mos më pëlqejnë sepse kjo është normale, ashtu sikundër dhe un kam disa gjëra që nuk i pëlqej dhe zgjedh edhe në muzikë apo edhe në shumë gjëra të tjera apo edhe në muzikën që bëj të bëj një lloj muzike dhe mos të. Jo, aty këtë që thot Salsana që je kështu humble, modeste, ruan shumë figurën tënde. Mendon ti ndryshe nga shumë artistë të tjerë o këngëtarë të tjerë ose se di, showmen, showgirls të tjera, se jo të gjithë e meritojnë emrin artist. Domethënë Casey nuk është edhe kështu që publikon çfarë po han, çfarë po vesh, si po ndrosi është veshur, ku po shkon sot, një udhtim, edhe në këtë pjesën e marketingut të Instagramit nuk është e pranishme. Kjo ka qenë një problemi imi me Instagramin në këtë pikë, sepse të gjitha kompanitë e menaxhimit patjetër thonë që bëj, po kam një problem me këtë sepse mendoj që artisti është artist, këngëtari është këngëtar dhe blogger ose dikush tjetër që merret me domethënë kur je blogger dhe bën dhe patjetër ndoshta një gazetari apo dikujt tjetër që nuk është sidomos këngëtar që sjell art për të tjerët, është shumë e bukur që gjithë kohës ti të jesh duke treguar çfarë do lloj gjëje që bën. Më pëlqen shumë që të tregoj gjërat që bëj, po sidomos të tregoj gjërat që bëj për muzikën time, sepse pastaj kur fillon dhe bëhet Instagrami mënyra e të reklamuarit të gjërave që ha, po që s'ka lidhje me muzikën, mendoj që bëhet pak e tepër. Mund të bëhet deri në një limit. Edhe për mua kjo është një lloj balance që mundohem ta gjej gjithmonë, edhe pse thash, kompanitë e marketimit të gjitha janë që bëje edhe po mendoj që janë persona të ndryshëm edhe domethënë ndahen. S'është çështje e karakteri. Unë mendoj që është më shumë tek gjëja që bën secili prej nesh. Thash, nuk do të përzihet me unë jam Demi. Prandaj gjithë kemi në të dy, domethënë kuptimin shoqëror. Demi dhe Gaforia. Po Eliona është Dem, kështu që. Po, shkojnë. Sa i kënaqur je ti me arritjet e tua, me veten tënde, me vendin ku jetojmë? Jam shumë e kënaqur. Mua më pëlqen arritjet e mia patjetër unë i kam zgjedhur të jenë këto që janë, për arsye se kam zgjedhur të bëj kaq sa unë dua të bëj, duke qëndruar brenda limitave të mia, sepse nuk mundem dot që të bëj gjëra që nuk më pëlqejnë apo gjëra që nuk i dua. Po më pëlqen shumë, mua më pëlqen shumë muzika shqiptare, më pëlqen absolutisht, kam pasur të gjitha eksperiencat sepse kam bërë një album në anglisht, edhe do rikthehem prap gjithmonë që ndoshta të bëj prap muzikë në gjuhë tuaj, po prap
mendoj që njeriu e ka vendin e vet aty ku Me që jemi brenda kësaj, ka pasur momente gjatë karrierës tënde artistike që ke thënë, po pse linda në Shqipëri? Pse nuk linda në një vend tjetër ku gjithë vlerat e mia tishin më të mëdha ose domethënë në të ardhura, në famë, në kisha lindur në Amerikë, kisha lindur në Angli. Jo, nuk do doja kurse si të kisha lindur në asnjë vend tjetër përveç në Shqipëri, sepse e mendoj që me kalimin e kohës patjetër, kur je I vogël të duket kështu ëndër e madhe që sikur të ishe të jetoje diku tjetër, ndërsa tani mendoj që ne kemi mundësinë për të eksploruar çfarë do lloj gjëje që duam, edhe e kam bërë, un kam pas fat shumë të madh që 17 vjeç të këndoj në një skenë botërore. Edhe gjatë gjithë këtyre viteve, të gjitha koncertet që kam bërë, kam qenë e ftuar gjithmonë jashtë, kisha një eksperiencë pastaj tjetër që ishte me njerëz producentë shumë të famshëm, do doja që të punoj me njerëz jashtë, po kurse si jam shumë e lumtur që jetoj, po edhe që kam lindur këtu sidomos. Publicitet. Kesi, pse ke marrë dhe goca? Duhet ishe vetëm me çon. Çuna dhe ky kali bukur fare. Sa mirë. Edhe vere. Edhe nuk e di pse kisha për ty ti preva baluket e ti preva si kur filloi refreni. Kes parasysh se s'kemi shumë kohë, do japësh përgjigje të shkurtra. Yes. Flash. Sa kohë ke pa marrë pjesë festival RTS-ti? Shumë, nuk e mbaj më fakt. Pse nuk shkon në festival? Po edhe do shko, kisha një plan në fakt, po thjesht për arsye se nuk munda do që t'isha gati si duhej. Ti nuk je nga këto që thua që atje çmimet I lën kështu, Jo, mendoj festivalet janë festivale, gara është garë, kështu që unë jam rrit me gara, aty e kam nis çdo gjë, kështu që. Më janë kurioz njerëzit, m'fal. Çfarë bën ti përveç këngës në jetë? Nuk bëj gjë tjetër, unë kam mbaruar Akademinë e Arteve, kam mbaruar liceun artistik për kanto, çdo gjë është vetëm muzikë. Jo, këto pyetjet me votime bëj vet. Unë nuk digje. Nuk digje në juaj. Për kë votove? Opa. E votova. Nuk e tregon. Ja. Ashtu. Ti je këtu ande nga Vlora apo je nga Tirana? Unë babin e kam nga Gjirokastra, mamin e kam nga Vlora, kam lindur në Vlorë, kështu që. Flas në votime. E fshet është tani. Nuk tregon mirë. Çfarë talenti tjetër ke ti veç këngës? Çfarë pasionesh ke ti case veç këngës? Që nuk ta din tjerë, që jam mjeshtre për E shkak. ke ti një talent. Nuk dua ta them. Nuk e di. Unë kam pasur shumë qejf në fakt, nuk mund të them se është talent, po kam pasur shumë qejf pikturën ose më tepër kur kam qenë vogël, nëse nuk do zgjidhja të bëhesha këngëtare, do isha bërë arkitekte. Edhe kjo mund të them që është një nga ato arkitekturë ëndër në sirtar, domethënë. Po. Po me gjykutove këtë, a ke ti një talent? Kemi kohë pa dëgjuar dhe këto kompozimet e Florit, Po një nga perlat që ka Flori me Casey. Ka dhe Casey atë që ajo vazhdon të jetë, po them në majët e këngëve tua. Me thënë drejtën Casey, po. Domethënë nëse mua do më rendisnin 3 këngë të tua, top 3-shja jote, njëra ishte kjo, njëra tjetër është Iceberg, që ke punuar me Olti Currin edhe me Dimitrov, Darko Dimitrov. Edhe shkoj për edhe kjo që ishte tani kjo si kjo kënga me baluke? Jo, unë jam për frym, më pëlqen frym shumë. E kam pëlqyer shumë që në momentin për Ka disa pyetje të shpejta se s'kemi kohë, se ka përgatitur diçka Elona për ty. Nga kush ke më shumë frikë në jetë? Pyetjet pa nivel I ke këto? Po pa nivel është pyetje. Janë pyetje pa nivel. Dhe tash ishim nivelin Olti. Nuk e di, se kisha menduar ndonjëherë nga çfarë kam, ku diun, nga lartësitë ndoshta. Nga vdekja ke frikë? Ndonjëherë. Kur je mendoj gjatë. Ti je lidhur me dikë? Apo jo. Ti je single? Po edhe po ti Casey nuk ta thot, më nuk e di pse nuk flet për jetën private, goca asnjëherë. Kam zgjedhur gjithmonë mos të flas. Thjesht është një zgjedhje ime dhe jam e lidhur ose single. Jam e lidhur ose jo, është mund ta thuash. Po jam single. Je single. Po. Sa ke që ndar? Nuk e mbaj mend. Një orë. Je ti fan se një këngëtari apo këngëtare shqiptare që jam fansja e kësaj apo e këtij këngëtari?
Ka shumë këngëtar Po mirë, ja 2-3 që mos I ngeli hatri atyre tjerëve. Un jam rritur me Beyoncé dhe mendoj që në Shqiptare, fal. Ta kemi falur. Beyoncé nga Do të Beyoncé ashtu jam rritur unë. Beyoncé nga Elbasan. Po, më fal. Me brez, unë jam brezi John Lennoni. Po do zgjedh Flori Momajesi? Sigurisht. Po shumë mirë. Ku je Flori Momajesi, ku je? Po, na ka marrë malli për atë. Ke pasur ti një mentor në karrierën tënde? Që vazhdon ta kesh apo? Jo. Mendoj që profesorët e mi në shkollë kanë qenë mentorët e mi dhe patjetër prindrit e mi të dy kanë qenë mentor në çdo gjë, po edhe në karrierë. Në karrierë. Kompozitori më I mirë që ti ke bashkëpunuar ndonjëherë, e kuptuam, Flori. Më shumë qan apo qesh? Si e ti nga ato që qanë më shumë apo qesh? Mendoj që jam 50-50, nuk. Me vërtet, edhe qan? Po si? Patjetër që qan. Mendoj që është kështu. Po sigurisht, ndoshta 40-60 edhe qesh më shumë. Se më shumë Qesh më qesh. shumë. Kam përshtypjen që është 60-40 për qanë. Jo. Kesi tona, me që pak javë kam përfunduar edhe Eurovisionin dhe patëm një përfaqësim të mirë, shumë të mirë, do thoja unë nga Shkodra Elektronik. Unë kam përgatitur një pyetësor për ty që fillon që herët. Në 2004, atë kur Shqipëria u prezantua për herë të parë me Anjeza Shahinin dhe ti duhet e dashur të zgjedhësh shumë flesh midis njërës apo tjetrës, njërit apo tjetër artist që është prezantuar në skenën e Eurovision. Anjeza Shahini apo Rona Nishliu? Oh my god, e të mërshme. Po si mundem të... Tani, duhet të zgjedhësh. Të ndihmoj unë. Unë e di që ti I do dhe I respekton dhe je shumë e kujdesshëm. Je shumë e kujdesshëm, por ne të kemi vendosur kështu përpara kësaj përgjegjësie, kështu që na e lën ne komentin negativ. Këto janë mendoj që ky është pjesëri më I vështirë që mund t'i jepet një artisti, më besoni, edhe nuk është aq e thjeshtë. Po tani ne prandaj jemi ndryshe. Unë do zgjedh njerëzit me të cilët kam pak më shumë afrimitet nga të dyja palët. Me Anjezën kam pak më shumë miqësi dhe kështu që po zgjedh, po kjo s'do të thotë unë Ronën e dua shumë edhe performanca e saj në Eurovision ka qenë mbreslënëse. Më mirë ndonjëherë deri tani ka qenë në vend të 5. Edhe Anjeza Shahini në vend 7. Shikoj, se edhe këto vendet duhet I themi që në fillim janë ato vende gjeopolitike që I flasim më pas here, kështu që po përfaqësimi I të dyjave ka qenë I shkëlqyer. Anjeza Shahini apo Ledina Çelo? Po, do vazhdoj me Anjezën për të njëjtën arsye. Anjeza Shahini apo Aurela Gaçe? Dhe Anjezën pra. Dil ka Aurela, më gjomë. Okej, po shkoj në Vlorë Aurela. Aurela Gaçe apo Juliana Pasha? Okej, tani un kam punuar shumë vite me Juliana Pashën edhe do shkoj me Juliana Pashën. Juliana Pasha apo Eneda Tarifa? Okej, po e ndroj se edhe këtu jo se ka gjë, po unë në një farë mënyrë edhe me Enedën vitet e fundit kam punuar shumë, po kemi kaluar edhe shumë kohë si mikesha bashkë, po thjesht po e për të qenë për ta ndruar xhiron e gjithë, po shkoj me Enedën. Po edhe unë po të letë marrë shik frim, po shkojmë publicitet. Po jo me që mbyllëm. Publicitet. Pra mes Anjeza Shahini, Rona Nishliu, Ledina Çelo, Aurela Gaçes, Juliana Pashës, ka zgjedhur, domethënë nuk e kaluar të gjitha, ka kaluar jemi te Eneda Tarifa. Eneda Tarifa apo Luizelli? Luizin unë e njoh shumë pak, se duke qenë që thash do eci me këtë idenë që të futës pak shoqërinë mrena. Jo, po, domethënë me kë kam më tepër relata dhe afrimitet, që vazhdoj me Enedën. Eneda Tarifa apo mban mend ti Adrian Lulgjura dhe Bled Seiko që kanë qenë? Po, patjetër. Jo. Absolutisht Bled Seiko dhe patjetër dhe Adrianin, po patjetër do vazhdoj me Enedën. Enedën apo Gent Bushpepën? Enedën. Enedën apo Frederik Ndoci? Enedën. Çafati kjo Eneda? Iku Juliana. Ishte edhe një tjetër në Eurovision, Henrietta. Ka qenë një këngëtare. Hersi Matmuja. Po, Hersin. Vazhdoj me Enedën. Eneda Tarifa apo Angela Peristeri?
Okej, tani prap shkojmë këtu te shoqënia e zemrës, po janë të dyja për mua prap, domethënë janë disa njerëz që po prapë ndrojmë tani për të ndruar për pirë një kafe ndryshe. Ndryshe Angela. Angela Peristeri apo Elhajda Dani? Okej, prapë ndroj po shkoj me Elhajda Dani. Po i kam me Elhajdën e kemi qenë në shkollë bashkë. Domethënë prandaj po them janë shumë personale. Tu ka të bëj me çokat, ka të bëj me kush është më mirë. Elhajda Dani apo Jonida Maliqi? Do shkoj me Jonida Maliqi. Jonida apo Arilena? Në fakt me Arilena nuk kam pothuajse shumë, po shkoj. Po ty se fare. Po vazhdoj me Jonida Maliqin. Jonidën apo Besa Kokdhimën? Po ndroj po shkoj me Besën. Besa apo Shkodra? Po qëndroj, Shkodra elektronike kanë qenë fantastike dhe mendoj që patjetër, ky është rastimi i parë për t'i uruar kaq këtu publikisht, po duke qenë që çdo gjë në këtë intervistë vazhdon të jetë shumë personale për mua, do vazhdoj të qëndroj me Besën. Besa Kokdhima apo Albina Kelmendi? Edhe Albinën e dua shumë, po prap nuk kam s'kam pasur pothuajse asnjëherë një afërsie, kështu që shkoj me Besën. Dhe fundit Besa Kokdhima apo Ronela Ajati? Do ndroj me Ronelën. Po mirë. Intervista quhet Kë ke më shumë shoqë. Po do ta mbyll me patjetër do doja të përmendja Olta Bokën në fund fare, sepse po do Olta Bokën. Po Olta Bokën. Si sorry. Kështu që ndoshta ka shpëtuar apo Olta Bokën. Absolutisht me Olta Bokën. Ta prish publiciteti emrin se Olta Boka ka qenë më parë se. Edhe kam shkruar këtu Olta. Zemra, domethënë nëse ty do të duhej tani të Olta zhvonjat edhe Olta apo jo? Jo, Tiranës. Reshit Boka, Steve Boka familjarisht. E ngacmova nga që futi zhonjatën. Te Selvia, është shumë e lezetshme Olta. Është gallat fare. Është mirë shumë. Nëse do të kërkoja një top 3 më e mira ndonjëherë për ty në Eurovision, në tre përfaqësimet më të mira që kemi pasur. Do të flas shumë jo si këngëtar. Unë po flas shumë sinqerisht me atë ndjesinë time. Do shkoja me Anjezën, Ronën dhe Shkodrën elektronike. Super. Bravo. Është zgjidhje ideale, edhe unë mendoj që kanë qenë uroj mos kem po besoj të paktën në memorien time edhe në atë. Unë do shkoja me Frederik Docin. Çka kanë këtu Frederik Docin? Le ta vise është të marr me dele me kështu. Okej, mirë, Kisi, çfarë ka next për ty? Ka vera koncerte, dhe ishte këngëtarja këtë herë që do këndosh këtu në për klabe, në për ambiente të open space, në verores, di. Unë si fillim fokusi është që të ndalin të gjitha videot e albumit Frym deri në fund, sepse janë edhe 3 të tjera përveç këtyre të dyave që kanë dalë. Me shumë mundësi do mundohem shumë që të nxjerr edhe një këngë tjetër në korrik, uroj që të jetë gati, po prap jam në diskutime për këtë. Me të njëjtën kompani, me të njëjtin kompozitor, po. Ndoshta po. Dhe pastaj pjesa tjetër janë koncerte, ndoshta klabe, të gjitha, unë mirëpres të gjitha ofertat që mund të jenë për mua në patjetër gjëra që i përshtaten formatit. Po se s'dil shumë kod Pak e bëj shaka, po patjetër do jem me eventet që jam gjithmonë, po besoj që edhe këtë vit. E mendoj, nuk kam diçka konkrete domethënë kam disa këngë në fakt që mund të jenë një version, po nuk është se kam zgjedhur që duke qenë që hoqja dorë një herë nga festivali, dua të jem shumë e sigurt që mos të ndodhi më ajo dhe prandaj dua të shkoj shumë safe dhe të jem shumë e sigurt në momentin që do vendos. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ishe me ne. Unë dua t'ju falenderoj shumë të dyve për të gjithë energjinë, dua të falenderoj Top Albania Radio edhe Top Median sepse kjo është intervista ime e parë në fakt që jap për këtë album edhe jo më kot zgjodha të isha këtu sepse nga këto studio në fakt të Top Albanias ka nisur shumë herët e gjithë historia ime në Ethe, edhe aty ku u bëra e famshme. Fillimisht edhe ju falenderoj shumë për gjithë suportin. Back to the beginning, sa ashtu siç erdhi me Frym, kthim në rrënjë, në shtëpi, në vegjëli ashtu edhe në karrierën tënde. Që albumi të hyj në zemrat e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Ta pëlqen shumë.
Ne të duam shumë ty sigurisht, e do Gjithmonë. Kisi ti këndon live gjithmonë. Live, s'ka shanse. Ishte shumë e bukur. Je live. Aty 200 veta, okay? Ndërkohë, ne pas pak do presim një mik, dhe atë e kemi mik, po ai është dhe kështu ekzemplar në gjithë ato përgjigjet e tij, sepse ai jeton botën ndryshe. O do flasim ne kur të vi Alfred Sako apo? Do flasim, si do flasim? Për çdo gjë. Unë kur flet ai unë jam shumë kështu sy e vesh na harroj çfarë. Kështu që ne ndajmë me Kesin, po jo me Top Albania Radio. Yes, kthehemi pas pak. Erdhëm sërish në transmetim dhe kemi këtu në studio sepse të prezantojmë një emër shumë të dashur për publikun shqiptar, njëri që të dielave na mbërthen me teoritë e tij, pastaj na fillojmë bisedën tavolinë për çfarë Sako. Për gjithë është i dashur, se për ca nuk është i dashur. Po, për ca nuk është i dashur. Pse mos për mjekët tjerë, jo, besoj. Po dhe për ata që nuk besojnë ke këto teoritë konspirative që i kanë dhënë të emrin. Mirë se erdhe Fredi. Ne në fakt nuk kemi teori konspirative, ne luftojmë ata që konspirojnë kundër njerëzve, pra që bëjnë teori konspirative për të mposhtur njerëzit. Ne u zbulojmë. Çfarë quheni ju në përgjithësi? Antikonspiracionist. Ne jemi realist. Jo, po thoja që e do publiku, domethënë do publiku e rinë shohin e dëgjojnë Sakon edhe pastaj nisin këto biseda në tavolinë. Ore çfarë sa kështu, ore me vërtet ai, ore është mirë ai ose po, domethënë paktën në familjen time ndodh, sidomos gjatë kohës së Covidit me teoritë e vaksinave ishim bisedat më të zjarrta. Nuk më pranojnë ata që quhen intelektual. Intelektualët pranojnë ty? Intelektualë më ndjekyçur, janë ata që kanë bërë nga i shkollë, i kanë mësuar gjërat në shkollë dhe dinë se i kanë mësuar gjëra. Afro dhe pak Fredo që i kanë mësuar gjëra mirë. Shiko, unë njerëzit i ndaj në 4 kategori. Janë ata që kanë shkollat të mira, shkollat larta ose edhe master dhe doktoratur, po që janë mendje hapur. Këta janë një pakicë shumë e vogël. Mendje hapur do të thotë të jesh intuitiv, të kesh komunikim me telepati dhe kanalizime me kryusin, me universin, me dijen. Të dytët janë ata që s'kan shumë shkolla, do me mund të jenë me gjimnase, me shkollë nëntëvjeçare, po e kanë trurin e hapur, kanë sistemin intuitiv të menduarit, dhe ata, për shembull, ju dele dhe Rama thot, Shqipëria buzëqesh. Ajde bëni nga i vaksinë këtu, e kini pa lek morbur, ja u paguan qeveria. Budalente, son ne besojmë shkencës dhe ven me njëre bëjnë. Kurse ata që janë të zgjuar, me mendje të hapur dhe pa shkollë, thonë ore dale, qa është kjo lutje, hajde bë pa lek, këta s'ti japin një 5.000 lekë. Po pse ti beson shkencës si e budalla? Këta s'ti japin një gur të qash kokën, jo të t'i japin vaksin pa lek vetëm t'jathin qarkun e miut është. Pse ta bëj unë këta, po prit të pres njërë të shikoj se qa ndos, kupton? Kurse këta pasaj kategorie 3 janë intelektualët. Këta janë ata që bjen më shumë në Grackë. Ka shumicë Shqipëria? Shiko, 10% janë këto 3 parat. Shtresa 4 që është 90% janë të pashkolluar, të pandriçuar. Kupton? Ata bjen direkt në qarkun e miut. Kurse edhe këta që janë intelektual po me tru të kyçur, edhe që kanë shkollat larta. Unë jam doktor, unë jam profesor, unë i besoj shkencë. Po mirë më shko besoj shkencës djallit, i fut helmi në trup, edhe smurën. Së kam pyetën e ti e i majt apo i djathtë? Në ç'kuptim? Politikisht. Kur ngas makinën, nga cili krangas? Nga cili kranget makinën? Je anglez apo je shqiptar? Unë jam me popullin, bla, dhe me të vërtetën gjithmonë. Po populli e tregoi. Voton ti? Unë votoj sigurisht. Unë jam qytetar, nuk jam vetëm njeri. Je dhe qytetar, patjetër. Tani ne kemi pasur një ftuar para ca kohësh këtu, që edhe ajo merret me shkencat okulte. Po. Pranvera. Po, edhe ka thënë që Putin, Biden dhe Rama janë klon. Ti je dakord me këtë gjë? Për Bidenin e ka thënë Sako, madje e ka thënë edhe para Trumpit. Po. Si deklaratë, se unë e kam ndjekur. E ka thënë Biden është klon, ka thënë, por është e ka thënë para Trumpit. Tani e ka thënë Trumpit. Po dhe po Putin qysh në zgjedhjet e 2019 se kam thënë që është klon, ëh? Biden është ekzekutuar dhe atë e tha dhe Trumpit është. Po ka një fabrik kloni në botë? Po ajo realizohet, ka kohë që realizohet. Për shembull, në qoftë se ty të marrin ADN dhe disa të dhëna të tjera nga kodi gjenetik, mund të
prodhohen 20 salsano dhe kur dalësh në rrugë ti mund të takosh një këtu, një atje me veshje të ndryshme thua, ku i ndroi rrobat ky për një herë kështu. Shefti? Edhe e ke të vështirë ta Pra, kuptosh. si më thënë, është një vend, është një fabrikë, është një vend fizik ku prodhohen këta njerëz. Janë disa. Janë disa. Po. Ku janë në përgjithësi, në Europë, në Amerikë, në Azi? Po, unë nuk e di tash se ku mund të ketë, më kupton, mund të ketë në Shqipëri, unë se di. Janë të fshehura, i mbajmë Po fshehur. që kjo lloj shkence ekziston, nuk është shpike. Aty ato, domethënë çekullon gjak janë njësoj me si njerëzit apo kanë këta nuk e di, nga pamja Kanë stomak, kanë kështu, nga pamja jashme janë origjinal, origjinal nga pamjashme, vetëm se po për shembull sjellja është e komanduar. Për shembull Bideni tash po thon edhe ky e ka thënë Tesla që Bideni i firmoste, Masku, Elon Masku ka thënë që Tesla ky Bideni të gjitha firmat që i ka hedhur me shkrim automatik, thotë, jo me domethënë është kopjuar firma dhe në mënyrë automatike. Po, i ka hedhur. Nuk ka firmos asnjëherë vet. Po Bideni thon këta që ka vdekur në 2019. Bideni vërtet. Po dëgjove Trump tha kështu që Bideni real ka qenë burr i mirë tha. Kurse ky kloni tha është shumë i keq tha dhe i ka bërë shumë të këqija njerëzimit. Po mirë, para se të shkojmë në Amerikë, se larg andej, rrim pak në vend. Komentojmë situatën politike në vend. Misteri i madh keni thënë ju, kjo fitoria e madhe e Ramës, çudi e madhe. Do doja një koment për situatën politike në vend edhe. Unë para se të filloni zgjedhjet, që 2-3 muaj para, kam deklaruar që këta globalistët që drejtojnë Evropën do mbështesin Ramën, kanë thënë se ai është bindur për çdo gjë. Rama nuk është një kryeministër i shqiptarëve, më shumë se sa është një njeri globalistëve për të futur shqiptarët në vorbullën e kurthet e asaj që quhet Agenda 2030, që në fakt është një agjendë depopullimi që kërkon ka disa objektiva. Objektivi i parë është të eliminojë shumë njerëz nëpërmjet disa mënyrave, siç janë vaksinat, siç janë pandemit, uria, po, siç për shkak të luftrave. Është lufta tash Rusi-Ukrainë, 30% e grurit në botë të drita prodhohet në ato vende. Tash atje nuk prodhohet më. Pra ka rënë 30% prodhimi. Kjo çdo të thotë që do të rritet uria 30% në botë. 30% më shumë të rritur. Po patjetër. Edhe uria shkakton kur ti sketash bukë në shtëpi, nuk mendon të bësh 4 fëmijë ose 3 fëmijë ose 2 fëmijë. Maksimumin do mendosh të bëj një sepse do më mallkojnë. Ose asnjë, kupton? Dhe kështu fillon se ka filluar popullsia të plaket në fakt, normalisht. Kështu fillon. Po mirë, çfarë interesi ka Rama ti bëj këto sipas jush? Pse duhet të ketë uri, largim popullsie, zvoglim popullsie? Shiko, pse duhet ta bëj një shqiptar një vend të tillë këto? Është një diçka që ta thash, quhet Agenda 2030, ku synohen disa gjëra. Kulmi janë këto, të krijohen qytete të mëdha ku njerëzit të merren nga fshatrat dhe të futen nëpër qytete. Të fillojnë të prodhohet mish dhe ushqime sa më shumë industriale, që t'i mbajnë njerëzit e smur, sepse janë ushqime të papërshtatshme për organizmin e njeriut, i cili është krijuar për të jetuar me ushqime bio dhe natyrale. Kjo do t'i mbajë pranë farmacive, por finalja do të jetë vendosja i mikroçipit për t'i kontrolluar nëpërmjet antenave 5G dhe satelitëve, të cilat janë kontrolluesit më të distancave dhe sipërfaqeve më të mëdha. Ato që thoje ti dikur u bën me vaksinat e Covidit, ato vaksinat do na instalojnë një çip që do na komandojë. Jo, čipi synohet futet tu në dorë dhe qoja do të kryejë shumë funksione, siç janë kontrolli i temperaturës në rast të pandemive të ndryshme, do kesh gjithë edhe anët tënde biometrike, do të shërbejë. Si me zor? Me zor do bëhet kjo punë? Me zor se unë s'do ta bëj. Jo, mor burr, ku bën Rama dhe këta gjë me zor, mor burr, edhe vaksinat ta nuk i bën me zor. Bëri ndonjëri Po na se bëri gjithë bota, sikur e bëri vetëm Rama. U rreshtuan të gjithë atje sikur do merrnin testrën e partisë të viteve 50, kush ta merrte i pari, kupton? Ai të thotë, ne në asnjë mënyrë ne jemi demokraci në çdo. Më pëlqen se ka thënë ta imitoj, ja. Ne çdo gjë e kemi të lirë, ne kemi të drejtat dhe lirit kushtetuese të njeriut. 2030-ën.
nuk mund të qëndrosh në punë bos ke bërë vaksinën, se rrezikon shokët e zyrës. Po nuk e tha Rama këtë ca kohë, e tha gjithë bota. Nuk mundet të ysh në bankë, nuk mund të udhëtosh, nuk mund të vesh në supermarket, të blesh pa maskë, pa vaksina. Mirë, që mos i kthejmë vaksinave. Ka rrezik këtë luftë në Ballkan? Si e mendon ti këtë gjë? Shiko, luftrat janë të stisura dhe interesojnë vetëm një dorë. Kush ishte personi që i mblidhte sa herë deshte dhe ishte ylli polar kur mblidheshin këta të Ballkanit? A ishte Alex Soros i kudo? Njeriu që të gjithë disnin që nga Vučići, influencë shumë të madhe që në Ballkan. Që disnin të nxirrnin një foto, të nxirrnin një foto, po kote janë filma këto tash, kupton, polici mirë, polici keq, ka ardhur polici mirë gjoja, tash polici keq ka hyrë nije. Po agenda vazhdon. Është agenda e shkuarës drejt kaosit, sepse popujt asnjëherë nuk i pranojnë zgjidhjet që i japin elitat kur janë mirë. As u vetën mendje t'i dëgjojnë, kurse kur janë keq janë në ngërmadha, ju thonë ndim, ju thotë po ne për ndim jemi. Ja ku jemi, çfarë? Më duhet ju ndërpres se kam publicitet. Vërtet? Po. Sa shpejt ikum. E lam tek? Ka një gjë interesante emisioni jonë. Ke vënë Elon që shumë pak këngë transmetojmë ne. Unë transmetoj fare, s'kemi kohë. Sprit pra sprit, i tha orkestra. Se ka lidhje me këngën, po e kam më vonë atë pyetje për këngën me Fredin. Jo, me që foli shumë për Ramën, do doja ta pyesja edhe sa vjet do jetë Rama kryeministër sipas jush? Po Rama s'është kryeministër, në fakt është mbret. Nga pas këtyre zgjedhjeve të fundit, apo e ke thënë që në fillim? Ka koha që është mbret. Domethënë do jetë derisa të vdesë, Po do rregulloj ligjin, besoj për president. Po ai nuk mund të bëhet një president pa kompetenca, si bëhet. Që të marrë kompetencë po. Do rrit kompetenca dhe do konkurroj për të bërë president. Dhe unë mendoj që në qoftë se do bëhet me zgjedhje nga populli, siç mendojnë këta ta bëjnë, që të bëhet një president i fortë, mendoj që Rama mund të ketë një kandidaturë të fortë përballë që mund të jem unë. Do kandidosh për president? Po bë nga populli, pse jo? Çfarë thua? Ja, kjo më pëlqen shumë. Ky është lagj. Jam i sigurt që populli shqiptar, pavarësisht se ai ka shumë instrumenta në dorë, po me fjalë, po bë referendum, ti do dalësh. Po, e kam shpallur kandidaturën, nëse këta do ta bëjnë presidentin nga populli, që ai mendon që do të zgjidhet. Unë do të jem një kandidaturë fortë e tip për Ballti. Po, mendoj që do ta mundi. Suksese. Po pse s'fillove që tani të kandidoje për deputet një herë pastaj apo si ke fare? Nuk e ke qenë. Ka qenë deputet, ka qenë. Po, e di, po plas të rikthehet në. Dgjoj, unë kam dëgjuar për këtë. Unë nuk po them që të jem një numër, unë po them që të bëhem president. I pari. Si mendon ti këtë krizën e ujit, sepse para pak kohësh ne po diskutonin, po kishte dalë një grua, një zonjë amerikane, duket ishte thënë që kriza e ardhshme do jetë uji. Është vërtet që do kemi krizën? Ndërkohë që tregu botës është uji. Mos i besoni këta priftërinë të ekosistemit, uji, nafta, gjithçka nuk mbarojnë kurrë. I ka krijuar krijuesi në mënyrë të tillë që të jenë këta janë ata adhuruesit e Madhërgajës. Këta thonë që është mëkat që kemi lindur njerëz, sepse ne po ndotim në tokë, ne jemi të tepërt këtu dhe gjithçka besap edhe Papa Francesku, buri emrin Francesc, sipas Franceskut të Asizit, i cili adhuronte Madhërgajën. Pra këta janë produkt i prallave dhe i gënjeshtrave. Unë sapo bëra një emision në podcast tash. Edhe papët, dhe këta thonin që CO2 është armiku ynë, kur CO2 është mrekullia që ka krijuar Zoti, pa CO2 nuk ka florë. Flora thith CO2-shin dhe lëshon oksigjenin. Sa më shumë rritet industrializimi dhe prodhimi i CO2-shit, dioksidi karbonit. Aq më shumë rritet gjelbërimi, sa më shumë priten pyet. Po të shikosh, kam bërë një emision sot me diagram, i kam dhënë sipas shekujve të ndryshëm kur nuk priteshin shumë pyje, niveli i gjelbërimit ka qenë një lloj, niveli i dioksidit karbonit ka qenë një lloj, si niveli natyral, dhe njeriu jep kontribut. Domethënë duke u prerë pyet shtohet dioksidi i karbonit, thua ti? Jo, duke u rritur prodhimi industrial shtohet dioksidi i karbonit dhe kjo rrit, shiko, në serat që prodhohen shumë shpejt dhe me rendiment të lartë këto zarzavat. Produktet, po. Ç'a ndodh aty?
aty këta thonë dioksidi i karbonit duhet të jetë 400 ppm quhet kjo, që është pjesë për milion. Pra në 1 milion atome duhet të ketë jo më shumë se 400 nga këto. Karbon, tashi kur ka një gjenerator që prodhon dioksid karboni në përserat, që e blejnë këta që kanë sera, rriti nivelin e dioksidit karbonit. Nga 400 që është e lejuar që tonë ata vdes, po mos kesh po të jetë mbi 400 shkatrohet atmosfera, kupton këta e prodhojnë 1600, 4 herë më shumë aty brenda. Kaq është ajo niveli optimal që të rritet edhe ne am ato zarzavatet aq shëndetshme të prodhuara nga dioksidi i karbonit. Pra janë pralla që thonë ta do mbaroj uji, do mbaroj nafta, si na theshin vitin 1990. Nafta do ketë dhe në vitin 2020, s'do ketë më naftë. Do bijem në krizë energjetike. Nafta s'mbaron kurrë, nafta është lumenj poshtë. Shiko, asgjë nuk krijohet, asgjë nuk humbet. Çdo gjë vetëm transformohet. Më kupton, dhe përsëri rikthehet në s'mbaron as oksigjenin, nuk mbaron asnjë gjë. Ju thatë pak më parë do ketë uri në 2030, mbaroi gruri, 30% ra. Po këto s'janë nga Zoti uria është tokat bujqësore i ka për njeriu për të mbjell. Njerëzit nuk mbjellin e nuk do ketë uri, kupton? Bëjnë luftra, Bill Gatesi po ble gjithë tokat e Amerikës, kupton? Gjitha pjesëtarët e Komitetit 300 që quhet, që bëjnë gjithë këto skema, janë 300 familje, mund të jenë 1 milion njerëz, këta do jenë të pa mikrochipuar, se këta mikrochipin do të detyrojnë ta vesh ty kur të vënë paranë digjitale. Shiko, mbas kaosit dhe luftës, këta do fillojnë paranë digjitale. Pra s'do ketë më kesh, do ulet keshi. Po, Rama tash ka filluar, po zbaton këto agjendat e këtyre. Kush është survejimi i popullatës, duke vendosur kamera, gjoja, një krim, një kështu. Ka në Shqipëri ndonjë grabitje, keni dëgjuar juve ndonjëherë? Asnjëherë. Si kemi dëgjuar grabitje? Ska Shqipëri. Që ty në shtëpi dhe të vjedhin. Ska të vjedhin në rrugë, të rëmbejnë. Shumë tralla vjetet e fundit. Po, e vërtet. A Shqipëria një vend i sigurt ku mund dalësh në çdo orë, këta ambasadorët që thonë të vinë këta të huajt, këta nuk do dalin dot më kështu, po të vazhdojnë këto prurje që po vinë me këtë ritëm që po pranojnë të huajt. Suedia ranë në këtë grackë para disa viteve, se nuk i pranonte, ranë këtë grackë dhe tash s'kontrollon dot më krimin nga tuajt, kupton? Mbani mend çfarë po ju them unë. Po të vazhdoj ty në këtë kështu, ju nuk do të dilni më nga pubjet të ikni më këmbë më 12 e më 1 të natës, nga bloku deri ke shtëpia, sepse do t'i kapin femra dhe do t'i përdunojnë. Po vazhdoj kjo të lejojnë kështu të bëhet Shqipëria një vend me dyert të shqyera ku të vinë lloj racash. Jo si turista, po si rezident. Po si rezident, për të jetuar këtu, ta dini që ne shqiptarët do na dëbojnë nga shumë vende, do thonë doni të kaloni këtu ke sheshi Skënderbej, paguani $2. Frikë ishte në Milano me thënë drejtën. Këtë fundjavë që isha sapo thoj. Këtë fundjavë. Domethënë kush më shitën këmbë thoshte, po pse s'merr një taksi sado afër tjesh? Po ti tashi kur veten në Milano fut makinën në garazh, në parkim publik, parkimi me kamera me gjitha ke shënimin atje. Nuk mbajnë përgjegjësinë nëse të vidhet makina. Mund të vesh të gjesh gomat e hequra, atë kapakun e kofnës të shkullur, motorin të shkullur. Frikë ishte me thënë drejtën. Po kush po e bën këtë? Italia s'ka qenë kështu para 40 vjetëve, para 50 vjetëve. Po pse u bë kështu apo? Po bën nga emigrantët, nga këto politikat e këtyre këlliraxhinëve që mbështet Rama, të këtyre. Edhe na ndodhi këta vetëm me këto merren, kupton? Prandaj po ikën në Evropë gjithnjë. Me që përmendë vitin 2030, kam dëgjuar gjithashtu që ke thënë që në 2030 nuk do ketë më të pasur. Po kështu është agjenda e këtyre. Ju nuk do keni prona, po do jetoni të lumtur. Është agjenda e komunizmit që kishte Enver Hoxha. Domethënë gjithë ai ka shteti, gjithë barabart, gjithë ai ka shteti, vetëm këta do jenë pa çip, do na kontrollojnë ne nëpërmjet monitorëve, ne që do kemi çip, që do mbetemi gjallë. Ne do na vëmë për të kontrolluar robotët. Do vëmë në fabrikë, do t'i ndezim me pult, do t'i fikim me pult, ama folën llaf, të kontrollojnë me kia afër, sepse e kap çipin me kësh prej disot. Po pse duan këtë? Pse mos e kuptoj pse duan? Po për survejime që të mos ketë shik, mos ketë polici, mos ketë çdo gjë është nëpërmjet teknologjisë. Do ketë të thash smart city do t'i heqin të gjithë nga fshatrat
dhe do ketë vetëm një pakicë shumë të vogël në përfshatrat, sepse në përfshatra nuk i kontrollojnë Po dot. ku do hanë këto njerëzit? Ushqim industrial do bëj Bill Gates, Soros, si këta nga këto në fabrika, do Ne të bësh shumë pesimist këtu. Po pra tash Kur mund të ndodhi kjo? shkatarrove. Kur mund të ndodhi kjo? unë Do na kapin e? unë u them njerëzve sepse këta nuk dihet ato ta fitojnë dot të betejë, këtë luftë. Këta tash nënshkroi Rama ishte nga këta iniciatorët se ky del gjithmonë i pari pro atyre, kupton se thotë shqiptarët s'kan çam bën mua, më ruajnë trapin thotë. Kupton? Edhe deli pari ai edhe thotë unë jam dakord thotë që OBSH, Organizata Botërore e Shëndetësisë, të marrë të kontrolloj pandemitë e ardhshme, që i organizojnë vetë ata. Çfarë ishte Covidi? Covidi ishte me avion, hidh helm, natën kur na mbyllnin në shpira, natën dilnin avionët, hidh helm, plur nga lart, ne skuptonim gjë, dilnim në mëngjes që bënim ndonjë punë, thithnim atë ajrin, një ditë, 2 ditë, 3 ditë, njëri pas tjetrit, rritesh e grada e helmimit, edhe smureshim. Hidhnin në përqendrat tregtare. Madje një nga deputetët e PS-s ishte njeriu që interesohej për këtë, që ka qenë përgjegjës me inicialet e SH. Po e the ti e ke thënë. Në inicialet të sh? TSH. Esha. Esha. I majtës ky? Mos fantazoni, s'ka rëndësi. Edhe po ti e majt do të themi djath. Mos na hapni punë për gjyqje tash. Jo, nuk do ta themi. Mos e vri mendjes se edhe mund ta kem thënë gabim. Po jo më. Ja ka futur gërma. Më ka dhënë shumë informacion që më duhet ta filtroj tani cilin të mbaj, cilin të memorizoj. Ke për ta gjetur, ke për ta gjetur. Fredo, ti flet për Ramën kështu. Ke pas një ballafaqim me Ramën, e takuar një herë apo të ka thirrur apo siç bën Rama për shkakun që të s'do që ta kundërshtoj njëri për shkakun edhe 3 ty. Ke pas një? Asnjë. Ku ka shans se do më tretmoj. Po ai ta tret në zyrë, do shkosh ta takosh? Shiko tash. Unë kur hyra kësaj pune, çdo mëngjes kur ndisja makinën, thesha shpëtova dhe sot. Edhe një ditë më tepër, kupton? Unë i kisha marrë parasysh gjitha gjërat, kupton? Unë kisha një punë të mirë kur fillova të flisja për këtë. Isha punoja në kontrolli i shtetit, e di që ke punuar atje. Edhe kisha një punë shumë të mirë dhe të lakmuar. Po kur më thiri kryetari atëherë Bujar Leskaj, më tha, Fredi, nuk duhet dalësh me të flasësh për këtë punë se është ndaluar me ligjin e KLSH-s. Dhe më kanë bërë shumë telefonata nga brenda dhe nga jashtë, domethënë përfaqësuesit ambasadave që mos e lërë të dalë të flasë. Unë direkt i nënshkrova Doreqin edhe thash, unë largohemi thash, se ti je njëri i gjerë. Se mendoj që unë s'do ikja nga puna, do ish një dorë nga komunikimi. I thash unë, kjo është një detyrë që më ka ardhur nga provania hyjnore, nuk e kam shpikur vetë me mendje. Dhe unë jam i sigurt që në qoftë se ka botë tjetër ashtu siç e mendoj unë do të jem në një vend shumë më të lartë se Rama, po dhe se shumë njerëz tjerë. Ti mendon në jetën për temë, e beson domethënë. Unë besoj ke rimishërimet. Rimishërimi. Po. Çka ke qenë në botën e shkuar ti? Unë besoj ke publiciteti. Mbajeni këtu, mbajeni këtu kuelat, publicitet. Jemi këtu me Alfred Cakon ose Fredin, si themi ne. Dhe po flasim për gjëra që në fakt e di çfarë ndodh unë kur bëj biseda me ty në radio apo e hum atë ku jam. Po me këtë të Jo, nuk flas ashtu. Nuk mendoj fare bile. Ka një gjë që me që s'kemi shumë kohë, përgjigje çik më të shkurtra mundet? Patjetër. Më koncis domethënë. Jo, jo. Do bëj parti të re Elon Musk? Po dhe mund të bëj. Nuk e di, kështu ka thënë që do bëj. Ky sherrri midis këtyre si e mendon ti, kush fiton? Po shiko, Trumpi ka fituar dhe pa maskën, edhe në 2016 dhe në 2019, pavarësisht se manipuluan zgjedhjet, ekziston një opinion i gjerë për këtë mendim që po them unë. Dhe tash që fitoi, Musk sigurisht i siguroi disa vota më tepër dhe ndihmoi me teknologji që të mos i manipuloheshin votat. Domethënë se shumë po përpiqen t'i pajtojnë. Mund të ketë pajtim? Jo, ai Musk ka thënë jo, Elon Musk ka thënë jo. Po hapën një platformë tash që ju që tradhtoni gratë mund të komunikoni rehat tash me atë quhet ju që tradhtoni gratë titullohet X-chat. X-chat?
Është pa regjistrim numrit telefonit, është një lloj teknologjie e paparë. Elon Musk sot ka thënë që po e bëj që shërbimet sekrete kudo në botë, po ai ka parasysh FBI-n më shumë të mos kenë mundësi të zbulojnë marrëdhënien ndërmjet njerëzve. Me fjalë ato që kanë qejf trajtojnë gratë rrizorën aty nuk i merr vesh një fare. Edhe ata që duan të bëjnë ndonjë vrasje. Po. Të pëlqen Trumpi ty? Shiko, kam ato dyshimet e mia. Cilën nga liderët në botë pëlqen më shumë që të përkasin ide të më pëlqen dhe do desha që ti ishte edhe Edi Rama, do isha mbështet si ti nëse do ishte si i ngjashëm me një politikan si Orbani në Hungari. Hungarezi, po. Ai është karizmatik shumë. Është një politikan që në maksimum është përpjekur të mbështesë interesat e masave të gjera, po akoma dhe më i mirë është Fico i Slovakisë. Slovenisë do thoja Slovakisë. I Slovakisë. Janë të dy Ficon e atentuan, i bën atentat për ta vrarë, e plagosën rend, por përsëri mbjetoi dhe shpëtoi dhe vazhdon me kokfortësi ato politikat e pavarësisë të Slovakisë nga globalistët dhe nga interesat e globalistëve. Jemi ne populli më i vjetër në botë, siç thon disa apo shiko, s'ke informacion për kështu. Jo, kam shumë se të tjerë. Se kam një pyetje mbrapa me këtë. Shiko, njerëzit që janë sot në botë janë dy lloj gjeneratash, janë gjenerata e 4 dhe gjenerata e 5. Gjenerata e 4 është para përmbytjes së madhe dhe ne pellazgët që përbeheshim nga dy fise kryesore, dorët dhe jonët, jemi gjenerate 4, kurse albanët dhe dardanët janë gjenerate 5 që janë bashkuar me neve nga perandoria hitite. Albanët kanë ndërtuar kështjellën e Krujës, kurse dardanët janë vendosur në zonën e Kosovës ose të dorëve të veriut, të cilët binin deri në Myni, ku kanë jetuar fise dorike. S'do të zgjatem se më thej që i dua të shkurtër. Pra jemi populli më i vjetër në botë. Ka një përpjekje që ne të na quajnë Alban tuaj, sepse perëndimi, racat perëndimore janë raca hitite të gjeneratës së 5 dhe ata luftën e kanë me gjeneratën e 4. Çfarë ishte lufta e Aleksandrit të Madh në lindje? Ishte lufta e gjeneratës 4 me 5 dhe ai nënshtroi. Dhe më pas lufta e romakëve që ishin themeluar nga trojanët, që ishin gjeneratë 4 me këta semitët e lindjes së mesme, që i nënshtruan me tre luftrat punike, ishte prap një luftë e gjeneratës së 4 me gjeneratën e 5. Gjenerata e 5 ka ardhur mbas një tragjedie që i ka ndodhur tokës, që ka qenë ose përmbytje e madhe, ose dalja e anës nga sistemi i anës së vjetër dhe rënia në ujëra, në oqeane dhe përmbytja për shkak të rritjes së volumit të qira hënat. Po, dhe pellazgët janë pjesa e mbetur nga gjenerata e 4. Më pas është ndryshuar ai rasati ose raca njerëzore nga mënyra që unë s'dua t'i them tash, si mendoj unë. Ama i gjë tjetër do më thuar, se flet Cako për një cikël sipas cilit ka. Këta na quajnë Alban. Albania. Nuk kemi Alban, ne jemi Arban. Arber, domethënë, dhe Ilir, ose të ardhur nga ylli lir, siç e ka kuptimin. Pra ne jemi më të vjetër, jemi gjeneratë 4. Këta duan na tregojnë që ne jemi gjeneratë 5. Pra jemi populli më i vjetër në botë, e kuptuam? Jo më i vjetër. Jo më i vjetër. Gjeneratë 4 janë turqit, janë kinezët, që janë dhe ata popujt të vjetër të gjeneratës 4. Ka gjeneratë 3? Ka, patjetër. Gjenerata e parë ka qenë pa trup fizik, ka qenë vetëm elemente shpirtërore. Ne jemi shpirt dhe materie. Do të thënë e para është vetëm shpirti. Po, janë vetëm elementet qiellore. Pastaj fillon edhe elementet gjenerata e 2 dhe 3 kanë komunikuar me telepati, janë hiperboreanët, kanë komunikuar pa zë me telepati, duke lëshuar val nëpërmjet gjendrës pishore. Ne jemi gjenerata 4.
për të cilën flitet kjo Odisea me Ciklopin. Odisea me Ciklopin. Ai syri ka qenë gjë. Ai kur i tha ti godasim syrin, nuk i tha që të mos na shikonte, po ti godasim syrin që mos komunikojë me të tjerët, me Ciklopët e tjerë që të vinë të na kapin. Tani Cako ti flet për një cikël që thua që edhe Omeri ka folur për këtë ciklin, që ka lidhje me periudhën e ciklit diellor. Po, ka lidhje me periudhat të ciklit diellor etj. Do të pyetja është, me vërtet do jetojmë 600 vjet? Kush tha që do jetojmë 600 vjet? Po, në një nga programet e juaja, teksa po e dëgjoja edhe po e zbardhja, thoshte njeriu mund të shkojë të jetojë deri në 600 vjet, pra mund të rritet mosha jetëgjatësia. Po, nëse futet mjekësia kuantike dhe futen edhe metodat dhe mënyrat e ushqimit patjetër mënyrë të natyrshme. Pa qipa, pa këto lidera, pa kamera. Shiko, pa qipa dhe pa vaksina. Edhe fëmijët s'duhet marrin asnjë vaksinë. As fëmijët asnjë vaksinë. Fëmijët asnjë vaksinë, as qent, as macet, asnjë vaksinë. Vaksinat janë Fëmijëve të tu ja ke bërë vaksinën? Ja kam bërë ato të parat, sepse në atë kohë nuk kisha Novaxer dhe nuk kisha shumë informacion. Okej. Sepse fëmijët e mi tash janë 30 sa vjet, kurse unë kam hyrë në botën e Novaxerave. Pse më sa vjeç je ti më? Unë jam 63. Edhe 100, edhe 200. Mirë, tash dramatizojnë që këtë situatë. Po. Ti në çfarë fushë tjetër je gjeni, që thua mua këtu s'ma merr asnjë. Që ke edhe më shumë info se të tjerët, thua s'din ato sa mua. Në fushën e çmendurisë. Pra ti më shpjegohet emisionit. Më çmendur shitave ti, Po prandaj tash unë e dua Cakon ose i fut në kështu labirint. Ëndra ti më ke qenë i vogël për shumë bësh këngëtar. Se të shoh që ti je shumë keni një grup ju që ndërherë pas herë nxjerrni ca video në Facebook. Po. Që këndoni me këngën e kam shumë qejf. Edhe këngën e lehtë edhe popullore. Edhe popullore, ëh? Këto të jugut, të kolonjarët. Kolonjarët këto gjitha, se kam dëgjuar që po ke pasur një ëndër për të bërë këngëtar për shkak. Po ndoshta po mos kishin qenë këto ndryshime në vitin 90. Kisha dy dëshira të bësh ose trajner futbollit dhe trajner mund të isha bërë shumë i mirë. Unë kam luajtur shumë mirë futboll, edhe luaj akoma. A ke luajtur vetë? Po, kam luajtur shumë mirë, kam pasur një gjashtë që nuk na mund të dot asnjëri në vitet 99. Çfarë ti me sfëshorje ti? Jo, ne mbrojtës, qendrëmbrojtës. Edhe ata që kanë luajtur me mua dinë që kam qenë një lojtar shumë i fortë. Okej. Cako, çfarë të pëlqen? Domethënë çfarë duhet të ham për të qenë kështu si thua ti në formë, që mos smuremi, që mos shkojmë te ilaçet, kanë antibiotikët. Ushqime të mikroprocesuara, sa më pak ushqime industriale, qoftë edhe biskotat, sa më pak sheqer. Duhet Po karbohidrate. Duhet të merrni gjatë dietës ditore 30% proteina. Mish, të cilat mund të jenë shtazore ose edhe bimore, se edhe fasulet për shembull kanë grosha, kanë proteina dhe të tjera. 30% duhet të merrni karbohidrate dhe 30% duhet të merrni yndyrna të mira, jo avokado. Armiku më i madh janë këto vajrat që shiten këto që gatuajnë. Jo misri, jo, me majulliri gatuajnë. Gatimi duhet të jetë i tillë. Këtyre fast foodeve, Po, që skandal. Ato ushqimet fast foodet janë skëter. Duhet mos pini Coca-Cola sepse janë pije të djallit, ato që i kanë bërë me qëllim që të smurin njerëzit e t'i mbajnë të lidhur, dhe shumë të rinj vuajnë nga këto duke qenë addikt ndaj këtyre. Dhe një pyetje tjetër kam për Cakon, për këto modën e këtyre gjilpërave që të dobësojnë, këto Ozempic, Mounjaro, këto shumë keq. Shumë keq. Njeriu duhet dobësohet në mënyrë të natyrshme duke bërë fasting për shembull 3 ditë në muaj, nuk është ndonjë problem i madh. As mos pinë, as mos han 3 ditë. Është rakia pija më e mirë në botë? Po ndonjëherë po. Muj rakia bukuroshe, që më hedh qoshe më qoshe. Si mos e rakia ç'është kjo? Kemi ardhur në fund. Ku do i bësh pushimet verore? Ballkazani, nga do shpirti, nga do zani. Ku shkon për pushime? Çdo gjë duhet me karar. Edhe ajri që thithim, edhe uji që pim dhe ushqimet, qofse janë me karar,
Jeti qefti për plazh për kështu gjëra apo nuk i Po jam dhe notar i mirë. Si amator jam notar i mirë. Po kështu e ke qef peshkimit? Jo, Jo. nuk kam peshkuar kur. Ça ha më shumë ti, mish apo peshk? Më shumë a mish. Mish më shumë. Zero pozitiv besoje. Po zero pozitiv. Si unë. Si unë. Që kemi të 3-0 pozitiv. Të tre pozitiv. Zero pozitiv. Po kjo është më i çmendur i kanë. Dhe ujor. Ujor? Po. Opa uçu. Ujor janarje? Është një kombinim shumë i mirë. Ua, 30 janar, ujor. Unë jam 27 janar. Ja, si qenë, ja, po paski. Pa kishte një fillim. Prandaj gjithmonë e kam pasur shefun. Kishte një fillim. Pa. Mi kemi ardhur në fund. Edhe një pyetje të fundit. Dua ta bëj këtë pyetje për këto luftra. Jemi solar të dy. Solar. Dua ta bëj këto luftra. Këto luftra çfarë do bëhet me këta? Do mbarojnë? Domethënë kaq e vështirë është të pushosh Rusin, të pushosh Izraelin, ato fëmijët që shohim nëpër Instagram na këpusin shpirt. To janë projektet e këtyre mostrave që i gënjen njerëzit, ju këndojnë nga një hymn, ju këndojnë, ju nxjerrin një flamur, nxjerrin sa njerëz naiv që thonë Vučići është më i mirë se Albini, ti sulmojmë, na ka shar Albini Vučićin ose na kanë shar shqiptarët Vučićin ose shqiptarët ton Vučići na shavi Ramën ose serbët na shan. Ne duhet t'i shmangim këto gjëra në maksimum sepse nacionalizmi ekstrem është një lloj karburanti aq i mirë sa ç'është kur je në mbrojtje, aq i keq është për të sulmuar. Po, këta mjafton gjejnë një policë të keq në rajon dhe ai pastaj prish gjithë punën se nëse ty të sulmon dikush, ti pastaj do ish në luftë se s'ban. Dhe ata arrin e gjejnë një mënyrë për ta bërë një mënyrë për të gjetur dikë dhe një sebeb për të sulmuar. Mirë, me që shfrytëzojnë këto ndarjet fetare, ndarjet racore, konfliktet historike që kanë pasur me njëri tjetrin, i shfrytëzojnë edhe të ndezin edhe nëpërmjet liderave të kapur. Për shembull Rama, nuk jam i sigurt, po ti thon ata futi Shqipërinë në luftë, vetëm të shpëtosh lëkurën tënde. Dhe thot ne, duhet shpëtojmë derin në kombit, thot do idhemi të gjithë, thot për të shpëtuar, për të nderuar. Unë ju kam në zemër, ju theshte bëni vaksinat, i futit gjithë në vaksinat. Pa ata ka gjithë bota se sa Rama ne kemi thënë me Merkel me gjithë ata. E ka bëruj, po pse çfarë ata thanë, më mostra se Rama. Po nuk e shpikur Rama. Fredo, sa del ndeshja sot Letoni Shqipëri? Po me imbarazim do isha i kënaqur. Po ti do fitojmë se s'vën. Akoma dhe më mirë. Jemi për fitore. Kemi shanse për hyrje botror apo? Nuk je entuziast. Nuk jam entuziast. Nuk je entuziast. Faleminderit shumë që na dëgjuat. Ishte një super program sot. Pjesën e parë me Kesi Dolën me pjesën. Nuk më pëlqen fare. Nuk na pëlqen as neve. Më duket edhe një çik si homoseksual kështu nga pamja jashtë. Po mi më shkej që ka edhe ti. S'ka ndonjë gjë. Ama tash e ca akoma. Futbolli është çik burror, kështu që ti më mos ka gjë. Shiko. Ai s'mund të tifozët e kuptojnë më mirë se çfarë duhet të bëjë ai dhe ai e bën vetëm pasi bërtasin tifozët. Në kampionatin evropian nuk fuste brojën, gjithë njerëzit i triznin broja dhe kur futi brojën 2-3 gjëra që ngelen në mendje nga ekipi toni la broja. E vërtetë është. Tashi e fut brojën, e fut sulmues të djathtë kur broja është pyk. Nuk mund të futesh ti lojtarin e Chelsea ti shërbej atij lojtarit në Turqi. Aq më tepër që ai ishte edhe i smur me temperaturë. Po pse s'kishim Aslanin për penalltin? Po ti tani mbarojmë neve po. Shpresojmë të fitojmë sot. Shumë faleminderit Fredi, je gjigant edhe i çmendur diskutohet fare. Faleminderit. Faleminderit që ishte, faleminderit. Do takohemi të martën tjetër. Yes. Mirë pafshim, mirë takofshim, mirë dëgjofshim deri atëherë.